Opinion nga Faton Mehmeti. Darka e së premtes mes Albin Kurtit dhe Fatmir Limajt në një nga restorantet e kryeqytetit duket se ka parafruar edhe më shumë mundësinë e koalicionit Vetëvendosja Nisma. Pasi mori bekimin e minoriteteve jo serbe për koalicionin qeverisës, Albin Kurtit i duhet edhe poja e Fatmir Limajt për të arritur shumicën e numrave në parlament. Nga burimet jo zyrtare thuhet se Limaj nga marrëveshja verbale me Kurtin do t'i marrë 3 ministri dhe kryetarin e kuvendit, si dhe disa zëvendësministra, maksimumin e posteve ka rshit 3 mandateve, edhe atë fal koalicionit me AAK-n, se e vetmes do ta kalonte pragun. Padyshim se Limaj është shumë i kënaqur, me 3 deputeta arrit të marrë 30% të posteve në qeveri dhe njërën nga 3 pozitat më të larta shtetërore. Edhe Kurti e ka të domosdoshme arritjen e koalicionit me Nismën, përndryshe mund të mbetet në opozit. Natyrisht se ky koalicion nuk është shumë i fortë për nga numrat, por i mjaftueshëm për të përfunduar mandatin e plot 4 vjeçar. Pengesë e saj mbetet zgjedhja e presidentit të vendit, me lëvizjen vetëvendosje që do të ndodhet para sfidës mes dëshirës së Vjosës edhe për një mandat dhe nevojës për të propozuar një kandidat konsensual. Tani për tani vendi mund të ecë me koalicionin Vetëvendosje Nisma, edhe si goditje për krahun e luftës që menduan se do ta bllokojnë Albin Kurtin për të qenë prap kryeminist i vendit.